Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sot buke me qumësht, receta që i ka habitur të gjithë, ja si ta përgatisni. Soda e bukës është një përbërës fantastik që krahas recetave të gatimit, ajo gjen përdorim të veçantë në shumë kura shëruese natyrale. Ne këtu do t'ju sillim një recetë të vjetër me përbërës kryesor, sodën e bukës dhe qumshtin për të luftuar kollën dhe njëkohësisht fytyn tuaj të acaruar nga e ftohura, por edhe për shëndetin e mirë të stomakut. Duke qenë se është pikërisht periudha kur fillon edhe ulja e temperaturave dhe për pak kohë hym në sezonin e vjeshtës, gripi dhe virozat shoqërohen edhe me dhimbje fyti dhe koll, prandaj kjo është një nga metodat më të mira natyrale për të mbrojtur shëndetin nga e ftohura dhe problemet e shkaktuara kundër kollës, fytit të acaruar dhe problemeve me stomakun. Konsiderohet si metoda më e shpejtë dhe natyrale dhe efikase në lehtësimin e dhimbjeve të fytit të acaruar dhe largimit të kollës nga e ftohura. Ai vepron menjëherë duke lehtësuar dhimbjet e fytit dhe duke larguar njëkohësisht edhe kollën. Krahas këtij efekti mirëbërës, qumshti ngrohtë njëkohësisht me sodën e bukës ndihmon edhe sistemin tuaj tretës që të mirë funksionojë. Kjo recetë rekomandohet që të pihet për 2 javë rresht në muaj çdo mëngjes, para dhe pas ushqimit. Më pas të ndërpritet dhe mund të përsëritet disa herë në vit. Megjithatë, për persona të cilët kanë probleme me stomakun, rekomandohet fillimisht që të konsultohen me mjekun e tyre. Mjafton që të shtoni një lugë kafeje me sodë buke në një gotë me qumësht të ngrohtë, përzieni dhe më pas konsumojeni. Në rastin e problemeve me fytyn dhe kollën, rekomandohet që të konsumohet 1 orë përpara se ju të flini. Të tjera përdorime. Qumshti me sodën e bukës ka një përdorim të gjerë, si edhe për shëndetin e lëkurës. Krijimi i një paste me 2 lugë çaj qumësht dhe 1 lugë çaj sodë buke është i rekomandueshëm, sidomos për lëkurën e fytyrës. Mjafton të përgatisësh këtë maskë, ta aplikosh atë në fytyrë dhe ta mbash për të paktën 15 minuta dhe më pas ju ta shpëlani me ujë të vakët. Kjo maskë gjithashtu do të ndihmojë në rigjenerimin e lëkurës së fytyrës dhe ju mund ta përdorni 1 herë apo 2 herë në javë. Gjithashtu, ju mund të përdorni maskën me qumësht dhe sodë buke për të patur këmbë sa më të buta. Ndodh shpesh që njerëzit të kujdesen shumë për pjesë të tjera të trupit, por jo për këmbët. Këmbët e thara dhe të çara nuk janë as pak atraktive dhe shpeshherë ato shkaktojnë edhe dhimbje. Prandaj këmbët kanë një rëndësi të madhe, po aq sa pjesa tjetër e trupit dhe ato po ashtu kërkojnë një trajtim adekuat. Kjo pasi që këmbët tërë ditën e mbartin peshën tonë dhe kanë një presion të madh, prandaj lodhen dhe dëmtohen. Ne këtu do t'ju sjellim një metodë të thjeshtë për të trajtuar këmbët në kushte shtëpie. Ja çfarë ju nevojitet. Nxehni 2 deri në 4 gota qumësht dhe zhytini këmbët aty. Mbajini këmbët për të paktën 5 deri në 10 minuta. Shtoni sodë të bukës dhe pastaj gërryeni këmbët. Në fund, pastrojini këmbët tuaja me ujë të vakët dhe aplikoni krem hidratues. Do të mahniteni me trajtimin. Gjithashtu, soda e bukës ofron mjaft të mira për organizmin dhe për shëndetin tuaj. Kur ajo konsumohet në sasi të përshtatshme, soda e bukës arrin që të rregullojë strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton njëkohësisht shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës tërësisht natyral, i cili nuk mungon kurrë në kuzhinën tuaj. Përveç përdorimit tradicional, të paktën janë ata që e dinë
se soda e bukës ka edhe vlera terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi i cili reagon menjëherë sa po bie në kontakt me organizmin tuaj me substanca acidike si uthull apo kosi. Pirja e ujit me sodë buke gjithashtu është një traditë e lartë e cila rekomandohet kundër sëmundjeve si për shembull artriti, problemet me tretjen, urthi apo infeksionet. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës arrin që të rregullojë strukturën kimike të organizmit dhe njëkohësisht ajo përshpejton edhe shërimin e tij. Soda e bukës kundër artritit. Në qoftë se ju vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon gjithashtu dhimbjen e urthit. Bulëzat e ujit gjithashtu mund të ndihmojnë edhe në çlirimin e gazrave dhe të largojnë fryrjen. pH-i dhe shërimi. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza, sëmundjet e këqija dhe artriti, të cilat lulëzojnë në një mjedis me aciditet të lartë. Pirja e ujit me sodë buke gjithashtu balancon edhe pH-in dhe promovon mirëqenien apo ushqen trupin tuaj me energji. Kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton njëkohësisht shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik dhe po ashtu ndihmon kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës dhe po ashtu uji me sodë buke rekomandohen jashtëzakonisht shumë kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës gjithashtu ul nivelin e aciditetit në urinë, më shumë energji dhe gjallëri. Në qoftë se ju kryeni aktivitete fizike, atëherë me patjetër keni nevojë për sa më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzierë të paktën 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaj sodë buke. Gjithashtu, sipas informacioneve, do t'ju duhet edhe një lugë çaj me krip deti, 2 lugë gjelle me mjaltë dhe 1 lugë gjelle me lëng limoni. Ujë me sodë buke dhe limon. Të shumt janë ata që e kanë quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një recetë të mrekullueshme. Limoni është kaq i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. Ai njëkohësisht mund të ndihmojë edhe në rregullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe parandalon sëmundjet e këqija. Soda e bukës gjithashtu ekuilibron nivelet e pH-it dhe bën të pamundurën të mundur, duke qenë se do të luftojë progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëng të tillë, ju duhet që të përzieni 1 lugë gjelle me sodë buke, 1 gotë me ujë dhe lëngu i 1 limoni. Lëreni lëngun të qëndrojë gjatë gjithë natës dhe në mëngjes pijeni përpara se të hani ushqim. Ky tonik do të pastrojë sistemin tuaj tretës dhe sigurisht do të ndihmojë në balancimin e nivelit të pH-it. Ju mund të pini dhe 1 gotë të dytë përpara se të shkoni për të fjetur gjumë. Mirë po duhet të keni kujdes, pasi soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj nuk duhet që ta teproni me të. Nëse vuani nga ndonjë sëmundje të mëlçisë, veshkave, tensioni apo edema, atëherë ju nuk duhet që të pini ujë me sodë buke. Mos të pini tonikun në qoftë se jeni shtatzën ose lëhon. Gjithashtu nëse pini ilaçe, mos e pini këtë pije. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.